Sot dielën votohet edhe në Bashkinë e Cerikut, ndërkohë që të drejtën për të votuar e gëzojnë 38.000 qytetarë, edhe pse në zgjedhjet lokale të vitit 2023 votuan vetëm 12.000 qytetarë. I njohur ndryshe si Bastioni së Majtës, se diela do të tregojë edhe një herë tjetër nëse qytetarët e Cerikas do të vijojnë që t'i besojnë në Partisë Socialiste, të paktën deri në pranverën e vitit 2027, apo këtë herë do të mund të votojnë një nga kandidaturat të përtej Partisë Socialiste. E shtuna shënon heshtjen zgjedhore. Prej disa ditësh të tre kandidatët, Florencë Doka, Marildo Hoxha dhe Ligert Hima, kanë pasur mundësi të takojnë qytetarët dhe të shpalosin programin dhe premtimet e tyre. Ndonë se ka qenë një fushat pa shumë zhurmë, kandidatët kanë kërkuar vot besimin e qytetarëve të Cerikas. Kujtojmë se në garë janë tre figura. Partia Socialiste ka kandiduar kryetarin e komanduar Florencë Doka, në profesion jurist. Partia Demokratike mbështet kandidatin e shoqërisë civile, mjekun Marildo Hoxha, dhe Nisma Shqipëria Bët kandidon me Ligert Hima, i diplomuar për kriminologji në Milano. Tradicionalisht e konsideruar një bastion i së Majtës, gara në Cerik pritet jetë interesante. Gjithsesi pritet rezultati së dielës për të kuptuar nëse Partia Socialiste do të konsolidoj pozitat në këtë bashki, apo do të kemi një përmbysje surprizë. Sa kaq një ditë para zgjedhjeve bëhet me dije se të treja kampet janë mobilizuar dhe kanë marrë masat e duhura për mbarvajtjen pa problem të procesit zgjedhor dhe atij të numërimit.